Romakëve kapitulli 8 rresht 18 deri në 30. Lumturia do të vijë. Në të vërtetë unë besoj se të gjitha vujtjet e tanishme nuk janë të denjta të krahasohen me lumturinë e ardhshme që do të zbulohet në ne. E një mend edhe vetë krijesa me afsh e pret zbulimin e bijve të hyjt. Krijesa në të vërtetë është e nënshtruar kotësisë. Jo pse do, por për arsye të atij që e nënshtroi. Por se një mend në shpresë. Sepse edhe vetë krijesa do të lirohet nga skllavërimi i shkatërrimit për të pasur pjesë në lirinë dhe lumturinë e bijve të hyjt. Sepse e dim, mbar krijesa gjemon dhe vuan në dhimbje e lindjes deri tani. Dhe do të jem dhe jo vetëm ajo, por gjithashtu edhe ne, që kemi frytet e para të Shpirtit Shenjtë, gjithmonë në vetvete duke pritur adaptimin, shpërblimin e trupit tonë. Vërtet kemi qenë shëlbuar, por në shpresë. Por se shpresa që shihet nuk është shpresë, sepse çka dikush e sheh si mund ta shpresojë. Nëse pra shpresojmë çka nuk shohim, atë gjë e presim me qenë. Kështu pra edhe Shpirti Shenjtë na ndihmon në paaftësinë tonë, sepse ne nuk dijmë as çka të kërkojmë me lutje si duhet, por vetë Shpirti Shenjtë lutet për ne me afshame të patregueshme. E ai që e njeh zemrat e i di dëshirën e Shpirtit Shenjtë, se ai lutet për besimtarët ashtu si do hyj. Ne e dim se hyj në gjithçka bashkëpunon me ata që e duan, me ata që me vendimin e tij janë të thirrur, sepse ata që kanë njohur që më parë, ata edhe i paracaktoi të jetë të ngjashëm me birin e vet, kështu që biri i tij të jetë vllai i parë në mes të shumë vëllezërve. Ai që i paracaktoi ata edhe i grishi, ata që i grishi, ata edhe i shfaqsoi, ata që i shfaqsoi, ata edhe i lavdëroi.